Përshëndetje, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Zyra e regulatorit të energjisë ka shtyr afatin për dorëzimin e aplikimeve të operatorëve të sektorit energjetik në procesin vjetor të shqyrtimit të tarifave. Afati i ri është caktuar për datën 28 janar 2026. Drejtori menaxhues i ZRE-s Petrit Pepaj ka bërë të ditur se shtyrja është bërë pasi kompanitë ende nuk e kanë kompletuar dokumentacionin e tyre për aplikim. Sipas tij, pas pranimit të aplikimeve, ZRE do të ndërmarrë një shqyrtim të hollësishëm ligjor, regulativ dhe financiar. Pepaj ka theksuar se në këtë fazë nuk mund të paragjykohet nëse do të ketë rritje të tarifave të energjisë elektrike. Ai tha se vetëm pas analizës së plotë dhe procesit të konsultimit publik do të vlerësohet ndikimi mundshëm tarifor për konsumatorët. Qeveria në detyrë ka mbajtur mbledhje elektronike në të cilën ka miratuar 2 vendime. Në njërin, qeveria në detyrë miratoi themelimin e Këshillit Organizativ për shënimin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ndërsa në të dytin miratoi autorizimin e pagesës në shumë prej 154.000 euro për Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për rritjen e kuotës së kapitalit të qeverisë së Republikës së Kosovës në Bergj. Komisioni qendror i zgjedhjeve bëri të ditur se deri të martën është përmbyllur procesi i rinumërimit në 27 komuna. KQZ pret që deri më 31 janar të përfundojë i gjithë rinumërimi votave dhe më pas të shpallë rezultatet përfundimtare. Njës të çështjeve politike flasin për urgjencën që ka Kosova që KQZ të certifikojë sa më shpejt rezultatet zgjedhore. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor Valmir Elezi bëri të ditur se në qendrën e numërimit dhe rezultateve po vazhdon rinumërimi flet votimeve dhe se deri më tani KQZ ka rinumëruar rreth 74% të vend votimeve. Nga fillimi i këtij procesi dhe deri më tani janë rinumëruar rreth 74 apo 1887 nga 2557 vend votime. Komisioni Qendror Zgjedhor pret që deri më 31 janar të përmbyll procesin e rinumërimit të gjitha vendvotimeve të rregullta, për t'i hapur rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Megjithatë, vendimi për rinumërimin e plotë të rezultateve, pas zgjedhjeve të KQZ-s, se pati manipulime të mëdha me vota ndërmjet kandidatëve për deputet dhe zërat se vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakohshme pa e materializuar rezultatin e 28 dhjetorit si shkak i tejkalimeve të afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri, kanë ngjallur pakënaqësi ndërqytetare. Mirë nuk është me shku në zgjedhje, se po na kushton nete. Unë po t'ja speshena, këtë, të laver po bëhet. Që i kanë djedhë vota vetë ja kanë bo, se kuj tjetër kuj. Nga gjetje të KQZ-s u shpërfaq se asnjë subjekt politik nuk ishte imun ndaj manipulimeve me vota ndërmjet listave të kandidatëve për deputet. Megjithatë, vendimi për rinumërimin e plotë ka zvarritur procesin e certifikimit të rezultateve zgjedhore dhe rrjedhimisht formimit të institucioneve. Ndërkaq, afatet kohore për ankesa që rrjedhin deri në certifikim të rezultatit zgjedhor rrezikojnë ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja pa e materializuar rezultatin zgjedhor. Marrë parasysh faktin se Kosova më 5 mars duhet ta ketë një president të ri të zgjedhur. Në këtë kuptim, njohësja e rrethanave politike Arta Tahiri vlerëson se vendi nuk ka më kohë të humbas. Në vlerësimin e saj, asnjërs nga subjektet politike nuk do t'i konvenonin zgjedhje të reja. Procesi i numërimit është të nevojshëm për shkak të parregullsive të cilat janë evidentuar tashmë, kurse zvarritjen e saj nuk e quaj të justifikuar sepse Kosova mjaftueshëm ka humbur kohë që nga procesi i zgjedhjeve të 9 shkurtit deri më tani mjaftueshëm ka zvarritur të gjitha proceset, gjë që edhe juve sapo e thatë, të cilat janë jetike dhe të rëndësishme për funksionalizimin e institucioneve të shtetit. Lidhur me çështjen e zgjedhjeve të reja, KQZ ka deklaruar se aktualisht është e fokusuar në përmbyllje sa më të shpejtë të procesit të rinumërimit, andaj në këtë fazë nuk ka diskutuar për zgjedhje të reja të mundshme. Kosova nisi në vitin 2026 pa një buxhet të miratuar dhe se pas 1 marsit, nëse nuk ka një kuvend funksional për miratimin e tij, gjysma e qytetarëve të Kosovës rrezikojnë të mbesin pa paga, pensione dhe skema sociale. Ndërkohë që në mungesë të kuvendit, një numër i marrëveshjeve ndërkombëtare vazhdojnë të mbesin në pritje për ratifikim, duke shkaktuar kështu qindra miliona euro humbje për qytetarët.
Kanë mbetur edhe rreth një muaj nga skadimi afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri. KQZ-ja ende po vazhdon rinumrimin e votave për t'i hapur rrugë certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje tha për radio-televizionin 21 se prioritet mbetet konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë së re. Ndërkohë partitë të tjera parlamentare PDK, LDK dhe AK presin që të ketë marrëveshje për zgjedhjen e presidentit. Ligjëruesi i shkencave politike Basri Muja tha se ti kalimi sfidës për çështjen e presidentit të bëhet vetëm nëse ka vullnet politik. A do t'i zëm afatet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit të ri? Ne ende jemi në kuadër të afateve kushtetuese, në kuadër të afateve strikte kushtetuese, sado që për tej afateve kushtetuese, mendoj që në këto momente na duhen më shumë afatet apo koha politike, sepse ne jemi në një proces të tranzicionit institucional, jemi duke i rinumruar votat, pastaj do duhet që të konstituhoj kuvendi i Kosovës, pastaj formimi i qeverisë, grupeve parlamentare, pra duhet kemi një strukturë qartë të trupave parlamentit, pastaj të fillohet me procedurat apo me procesin e zgjedhjes, përkatësisht zgjedhjes së presidentit. Mendoj që nëse do të kemi, nëse partitë tona politike do të kenë vullnet politik, mendoj që sado që afatet janë të ngushta, mendoj që mund të arrihen. Profesor, nëse jemi realist dhe i shohim qëndrimet e subjekteve politike, nuk ka qëndrimet konkrete të pasqyruara qartë se si do të veprojnë edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Është kjo një sinjal që megjithatë nuk ka gatishmëri për kompromis? Po, mendoj që ne jemi ende në fazën e konstituimit të kuvendit, në fazën e formimit të qeverisë. Mendoj që tek pastaj do të vijë radha, mendoj, biseda ma serioze, nëse mund të them kështu, lidhur me zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Ne i kemi pa disa prononcime. Spari kryeministri Kurti kishte deklaruar që ai spari do të bisedojë me zonjën Osmani. Zonja Osmani ka deklaruar, ka shprehë gatishmërinë edhe për një mandat. Tash këto partitë opozitare kanë qëndrime jo të qarta. As Vetëvendosje realisht nuk ka qëndrim të qartë, nëse do ta mbështetë zonjën Osmani. Pavarësisht që zoti Kurti e tha se do të takohen, por nuk e ofrojnë mbështetjen për të. Ai tha që do të bisedoj, po unë mendoj shumë, besoj që zoti Kurti do t'i ofrojë asaj votat e deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe pastaj për mbetjen do duhet që ajo të kujdesej, sepse dorën zemër zoti Kurti nuk ka dhe mundësi tjetër, sepse ai nuk i disponon votat e partive opozitare, derisa votat e partive opozitare nuk i duhen për formimin e qeverisë. Kështu që partitë opozitare, lidhjet demokratike, në mas të madhe janë deklaruar që ato nuk janë të gatshme për ta votuar, për qëndruar në sallë, në fakt. Nëse nuk do të ketë një marrëveshje politike, tash nuk e di për çfarë marrëveshje politike është fjala, por se mendoj që do të pas zgjedhjes se pas konstituimit kuvendit, formimit të qeverisë, do të kemi një fazë të shkurt, po shumë nxehtë rreth zgjedhjes së presidentit. Është interesante, mendoni ju, që një dinamik do të jetë rreth formimit të institucioneve edhe për konstituimin e kuvendit. Par këtë sigurisën që mund të përdoret për të bllokuar konstituimin e kuvendit nën kryetari nga komuniteti serb. Nëse gjykata kushtetuese vendos që i takon listës serbe një nën kryetar dhe e dim që nuk e votojnë një përfaqësues nga lista serbe, të paktën deklarativisht, asnjëra nga partitë shqiptare. Është edhe kjo një blokadë që mund të ndodhë? Shpresoj shumë se gjykata kushtetuese nuk do të sjell blokada, gjykata kushtetuese i zgjedh me gjetë solucione për te kalimin e krizave dhe e ka këtë mundësi gjykata kushtetuese, sepse nuk është përgjigjur ende në një kërkesë të grupit parlamentar të listës serbe prej zgjedhjeve të kaluara rreth zgjedhjes së nënkryetarit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se po shqyrtojnë mundësitë për gjetjen e një zgjidhje
për problemin e krijuar me transportuesit rajonal, i cili çoi në bllokimin e pikave kufitare për qarkullimin e mallrave drejt zonës Schengen. Jemi të vetëdijshëm se për një numër profesionistësh nga vendet e treta, të cilët nuk janë punëtor ndër kufitar, mund të ketë nevojë të qëndrojnë në zonën Schengen për më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve. Kjo përfshin profesione me mobilitet të lartë, siç janë shoferët e kamionëve, por edhe atletët dhe artistët në turne. Është një çështje që ka vëmendjen tonë të plotë dhe është diçka që po e shqyrtojmë, ka thënë Markus Lamert, zëdhënës IKS. Transportuesit rajonal konsiderojnë se sistemi i ri i hyrje-daljeve po shkakton vonesa dhe humbje ekonomike dhe shohin atë si burim penalizimësh. Mirë po zyrtarët evropian tërheqin vëmendjen se sistemi i ri i hyrje-daljeve nuk krijon kushte shtesë për te atyre që tashmë ekzistojnë në zonën Schengen. Tre zyrtar të komunës së Prishtinës janë shoqëruar në stacionin policor në ndyshimin se kanë kryer veprën penale marrje rishfeti. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime Ekonomike ka konfirmuar se në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe në koordinim të plot me gjykatën themelore në Prishtinë ka zhvilluar një aksion me masa të veçanta hetimore ndaj zyrtarëve të komunës së Prishtinës. Aksioni është ndërmarrë në ndyshimin për kryerje të veprave penale, keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe marrje e rishfetit. 2 nga 3 të arrestuarit janë Dugajin Gashi dhe Bashkim Sadiku. Me urdhër të prokurorit të arrestuarve u është shqiptuar masa e ndalimit për 48 orë. Gjatë zbatimit të masave të veçanta hetimore, zyrtari komunës AG është arrestuar në flagrancë për dyshimin e marrjes së rishfetit. Sipas prokurorisë, ai dyshohet se ka kërkuar dhe pranuar rishfet me qëllim që të ndihmojë një të dëmtuar të realizojë pagesën për punë të kryera sipas kontratës me komunën. Përmes një postimi në Facebook, përparim Rama, kryetari Prishtinës mirëpriti këtë aksion, teksa shtoi se është i hapur për bashkëpunim të plot me të gjitha organet kompetente. Kryeqyteti riafirmon përkushtimin ndaj sundimit të ligjit dhe funksionimit të pavarur të institucioneve të drejtësisë së Kosovës. Në lidhje me arrestimin e zyrtarëve të komunës së Prishtinës, kryeqytetit do të ofroj bashkëpunim të plot me të gjitha organet kompetente në përputhje me detyrimet ligjore dhe standardet e një shteti demokratik, ka shkruar Rama. Rrjetet sociale në Kosovë shpesh po kthehen në armikun kryesor të rritjes së një fëmije. Përdorimi tyre ka ndikuar në zhvillimin psikosocial që ata kanë. Ka disa mënyra se si mund të parandalosh qëndrimin dhe përdorimin e rrjeteve sociale të fëmijët, por mungesa informacionit nga prindërit ndikon që këta fëmijë të bjenë pre e rrjeteve të gabuara. Psikologja Leonora Maloku e cilëson situatën alarmante dhe përgjegjësia mbetet kryesisht mbi prindërit. Lajmi patjetër që është i dhimbshëm, nuk di nëse është i duhur ose jo, duke pas parasysh se po jetojmë në këtë kohë kur teknologjia ka përfshirë komplet globalizmin, duke përmend edhe Kosovën në vendet e Ballkanit gjithashtu. Ne e dimë që fëmijët tanë përgjithësi të miturit janë jashtëzakonisht të ekspozuar ndaj teknologjisë, në mënyrë veçantë ndaj rrjeteve sociale në përgjithësi. I dimë po ashtu edhe të metat e saj, por nuk mund ta shmangim sepse është koha në cilën po jetojmë dhe është në fakt një domosdoshmëri. Unë tani për momentin menaxhoj një kompani që 100% e punës tonë është rreth platformave online, websajteve, mobile apps dhe gjithçka tjetër, çfarë do lloj produkti dhe shumica e stafit që janë pjesë e kësaj kompanie, në fakt janë developera, programera që gjithë ditën e gatë është pasioni i tyre për të prodhuar diçka në treg që është në të mirën e shoqërisë, në të mirën e komunitetit, mbi gjithçka tjetër, platforma që jo vetëm lehtësojnë punën e çdo institucioni, por kishin me lehtësu punën edhe institucioneve familjare dhe institucioneve shkollore gjithashtu. Pyetja është si po përdoren këto platforma në mënyrë të veçantë rrjetet sociale. Në bazë disa statistikave që më ka rënë me lexu kohëve të fundit, i bie që diku 70%, po flasim në Evropë tani, 70% e fëmijëve nën moshën 13 vjeç kanë rrjete sociale. Nëse nuk kanë pas mundësi me i hap në emër të tyre, ata janë të ekspozuar ndaj tyre dhe në fakt
kalojnë shumë kohë në rrjetet sociale. Kjo është një problematikë jashtëzakonisht e madhe. Problemi tjetër mendoj që është neglizhimi i prindve në raport me fëmijët e tyre në përdorimin e rrjeteve sociale. Ne si prind ose si të rritur duhet kemi kujdes të mjaftueshëm me pasin çka po ekspozojnë fëmijët, cilat janë disa prej pasojave ose mund të themi efekteve anësore që kemi parë në gjithë ata fëmijë që po i përdorin. Po ashtu në bazë të raporteve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thuhet që 1/6 fëmijë, po flasim tani prapë për vendet e Evropës, është i ekspozuar ndaj dhunës sociale. Në Amerikë, 70% e fëmijëve nëpër të gjitha shkollat e Amerikës kanë përjetuar dhunë online gjithashtu. Tani, çka janë ato efekte anësore si pasojë e përdorimit ose mund të themi keq përdorimit të rrjeteve sociale tek fëmijët deri në moshën 17-18 vjeçe? Është e para izolimi social që po ndodh më të madhe. Thjesht nuk ka një atashim, nuk ka një lidhje emocionale, nuk ka një bashkëbisedim me tjetrin duke përfshirë dhe anëtarët e familjes, sepse kalojnë më shumë se që duhet kohë në telefonat e tyre, pa një monitorim të mirëfillt nga të rriturët së prindrit. Tjetra është po ashtu, ne kemi pa kohëve të fundit në bazë të rezultateve në përshkolla që fëmijët në përgjithësi kanë humbur interesimin ndaj atij që po quhet edukimi klasik, sepse janë ekspozuar ndaj një edukimi tjetër online. Me 21 vota pro, Afrodita Bytyqi zgjidhet anëtare e KGK-s nga radhët e gjyqtarëve të apelit. Mandati i saj do të jetë 5 vjeçar. Në procesin zgjedhor që u zhvillua sot, Afrodita Bytyqi mori votat e 42 gjyqtarëve, kurse kandidatja tjetër, Mirlinda Bytyqi Rexhepi, mori 21 vota. Me të drejtë vote në këtë proces ishin 65 gjyqtarë, të cilët shfrytzuan të drejtën e votës. Prej tyre 63 fletvotime u shpallën të vlefshme, ndërsa 2 të tjera të pavlefshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka përkujtuar ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Në përkujtim thuhet se sot nderohet kujtimi i 6 milion hebrenjve të vrarë gjatë Holokaustit, si dhe miliona viktimave të tjera të persekutimit nazist. Ambasada thekson se kujtesa mbetet e gjallë. Nderimi vazhdon dhe riafirmohet angazhimi ndaj së vërtetës dhe dinjitetit njerëzor. Në ditën ndërkombëtare të kujtimit të Holokaustit, Ambasada e Gjermanisë në Kosovë ka nderuar viktimat e kampit të përqendrimit Auschwitz, duke rikujtuar njën nga kapitujt më të errët të historisë njerëzore. Me këtë rast, ambasadori gjerman Rainer Rudolf dhe ambasadorja e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv, kanë përkujtuar më shumë se 1 milion viktima që u vranë në Auschwitz, mes tyre burra, gra dhe fëmijë hebrejnë, si dhe shumë grupe të tjera të dënuara nga regjimi nazist. Ambasada gjermane thekson se më shumë se 80 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, numri i dëshmitarëve të drejt për drejt të Holokaustit po zvoglohet, ndërsa brezat e rinj kanë gjithnjë më pak lidhje personale me këtë periudhë të errët të historisë. Bedri Hamza, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, ka kujtuar viktimat e Holokaustit në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit. Hamza ka thënë se kjo ditë na kujton se urrejtja dhe përjashtimi sjell tragjedi. Çdo 27 janar na kujton se urrejtja dhe përjashtimi sjellin tragjedi. Nderime për çdo jetë të pafajshme të humbur gjatë Holokaustit. Kujtesa është përgjegjësi dhe çdo brez duhet të mbrojë dinjitetin, lirinë dhe të drejtat e njeriut, shtoi Hamza. Ish nën kryetari i LDK-s dhe ish kreu i degës së LDK-s në Podujev, Agim Veliu, ka bërë thirrje publike për reformim të menjëhershëm të lidhjes demokratike të Kosovës në degën e Podujevës. Dega e LDK-s në Podujev ndodhet në krizë të thellë politike dhe organizative. 5 humbje rresht janë pasojë direkte e një kryetari të komanduar, që ka humbur besimin e antarësisë pa marrë asnjëherë përgjegjësi, ka shkruar ai. Pas largimit tim dhe marrjes së kompetencave të kryesisë,
Me një vendim kundër statutor dhe të padrejt, degës janë imponuar vendimet të mbyllura përjashtuese dhe pa legitimitet. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare, dega LDK-s në Podujev nuk është e përfaqësuar me deputet në Kuvendin e Kosovës, ka thënë Veliu. Për këto dhe informacionet më të reja klikoni në portalin tonë në rtv21.tv. Miru pafshim.